Ish nënkryetari i OVL-UÇK-s Nasim Haradinaj ka ftuar Lëvizjen Vetëvendosje dhe Partinë Demokratike të Kosovës që të heqin barrierat kundër njëra tjetrës. Ai ka vlerësuar se këto dy parti duhet të ndjekin shembullin e ish-krerëve të UÇK-s që janë në paraburgim në Hag, të cilët sipas tij janë të bashkuar. Në profilin e tij në Facebook, Nasim Haradinaj ka shkruar se UÇK-ja dhe Kosova është më e rëndësishme se çdo parti politike. Kosova po përballet me krizën më të thellë institucionale, ndërsa zgjidhje më të thjeshtë për të dalë nga kjo situatë kur nuk ka pasur. E çka po bëjnë partitë politike? Po i vendosin vija të kuqe njëra tjetrës dhe po e trajtojnë njëra tjetrën si armiq të përbetuar. E di që nuk po ngutet, pagat po, xhipat po, beneficionet po, punë jo, por UÇK-s po i ngutet. Krerët e UÇK-s pas 5 vjetëve presin fundin e një gjyqi politik, pavarësisht lojrave tuaja këtu në Kosovë, ata kur nuk kanë qenë më të bashkuar, ka shkruar ai duke ftuar partitë politike që të reflektojnë. Ne duhet të ndjekim shembullin e tyre, Vetëvendosja dhe PDK-ja duhet të heqin barrierat mentale kundër njëra tjetrës. UÇK-ja dhe Kosova është më e rëndësishme se sa ju. Ata që po mbahen në Hag janë ndër më të rëndësishëm se sa ju. Nëse dëshirojmë gjyq fair dhe të paanshëm, tani është koha të veprojmë. Përndryshe mlefi i popullit do t'ju mbrojë juve në parlament. Njëjtë si gjykatën speciale, Kosova nuk po duron më, ka shkruar ai.